Ministri I Punët e Jashtme I Serbisë Marko Đurić pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit mbi konsultimet politike me Ministrin e Punëve të Jashtme të Malavit, Gjorgje Qaponda, tha se Serbia është mirënjohëse ndaj Malavit për mbështetjen e integritetit territorial të vendit tonë dhe se vazhdon politikën jugoslave të bashkëpunimit me vendet afrikane. Gjurić shprehu kënaqësinë për mundësinë për të pritur një delegacion të lartë nga Malavi, duke theksuar se Serbia ka pasur marrëdhënie miqësore me atë vend që nga koha e lëvizjes së painkuadruarve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ushtrojnë presion mbi NATO-n që të zvoglojë aktivitetet e saj të jashtme, duke përfshirë përfundimin e misionit në Irak dhe zvoglimin e pranisë së aleancës në Kosovë, shkruan Politico, duke cituar burime diplomatike të paemëruara. Sipas kësaj gazete, që nga rikthimi I presidentit Donald Trump në detyrë, Washingtoni ka këmbgulur në ripërcaktimin e prioriteteve të NATO-s dhe kufizimin e operacioneve jashtë zonës euro-atlantike. Washingtoni gjithashtu duhet të zvoglojë praninë e tij në Kosovë, shkruan Politico. Duke folur për aleancën ushtarake midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, ministri I mbrojtjes I Kosovës Ejub Maqedonci tha se ky bashkëpunim nuk është I drejtuar kundër asnjë vendi, përfshirë edhe Serbinë, dhe se stërvitja e parë për bashkët ushtarake tre vendve do të mbahet këtë vit, raporton Telegrafi. Ai hodhi poshtë pretendimet se bashkëpunimi midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë është një kërcënim, duke theksuar se modernizimi I forcave së sigurisë së Kosovës nuk është I drejtuar kundër serbëve të Kosovës. Ne nuk po armatosemi dhe nuk po përgatitemi të kërcënojmë askënd, veçanërisht jo komunitetin serb në Kosovë, tha Maqedonci, duke shtuar se serbët janë qytetarë të Kosovës. Avokati Dragan Pashić beson se emrimi I Andin Hotit në krye të Ministrisë së Re të Punës, Familjes dhe Veteranëve të UÇK-s në Kosovë përfaqëson një mesazh për rajonin dhe publikun vendas se Prishtina nuk do të pranojë një dënim të mundshëm të ish udhëheqësve të UÇK-s. Historiani Petar Ristanović vlerëson se zgjedhja e Andin Hotit është interesante për shkak të historisë së tij politike dhe familjare, si dhe tregon se nuk ka vullnet në shoqërinë shqiptare për të vënë në pikpyetje rolin e UÇK-s. Hoti, derisa ishte në krye të Komisionit për Personat e Zhdukur, ishte I njohur me deklaratat e tija të ashpra dhe qëndrimin e rrep politik, kujton Ristanović. Kuvendi I Kosovës së fundi ka miratuar një rezolut duke kërkuar dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit special në Hag që të sigurojnë një gjykim të drejtë për ish udhëheqësit të UÇK-s. Parlamenti I Shqipërisë bëri të njëjtën gjë. Avokati Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare beson se Prishtina dhe Tirana në këtë mënyrë I dhanë mbështetje të plotë të akuzuarve në Hag. Në një farë mënyrë kjo është mbështetje për pjesëtarët të UÇK-s dhe një kërkesë për të respektuar të drejtat e njerëzit në procedurat para dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, tha Alia për Kosovo Online. Një vulë me mbishkrime në gjuhën serbe dhe disa dokumente u konfiskuan gjatë një kontrolli policar në pikën kufitare Bërnjak. Policia e Kosovës njoftoi se mbrëm në një makinë me targat e Republikës së Serbisë gjeti një vulë me mbishkrimin në gjuhën serbe dhe disa dokumente përcjellëse. Mjeti drejtohen nga një burr me komsi kosovare. Me urdhër të prokurorit, vula dhe dokumentet u konfiskuan dhe rasti është në fazën e mëtejshme të hetimit. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Endrit Nikën me 18 vjet burg për vrasjen e të dashur së tij shtetase Argjentinës në fushë Kosovë në vitin 2023. Nika u deklarua I pafajshëm, por aktakuza e ngarkoi atë se me 1 gusht të vitit 2023 pas një grindje në një hotel në fushë Kosovë ai sulmoi fizikisht vajzën, u përpoq ta shtynte në me makinë dhe me pas vazhdoi sulmin në dhomë dhe e vrau. Zyra e prokurorit dhe gjykata cilësuan aktin si vrasje të rëndë.
Moti nesër do të jetë me vranësira dhe me i ftoftë me shire vende dhe borë në malet e Serbisë perëndimore. Gjatë ditës pritet një ftohje më e madhe me erën juglindore, e cila do të shndrohet në erë të fortë veri perëndimore. Temperatura do të jetë nga 4 deri në 14 gradë Celsius.